Ishin budallëqe, ja po a them, juve njerë, ja po a them unë. Juve njerë doni thjesht të kaloni ditën, e kupton, si ai që s'ka punë të derën, të gjitha janë budallëqe, idiotësira, ja po ja them që tani se a marr 20 vjet me aksidente rrugore dhe po bëni budallëqe dhe vazhdoni të bëni budallëqe. Jo po një vit, ai që ka marrë patentën 18 vjeç, i shtyhet i bëhet 19 vjeç në rast se kapet dhe s'ka të drejtë. Ore çan këto budallëqe, ore çfarë budallëqe bëni? Ore ti ke ligjet shumë të mira, zbato ato që ke njerë. Se ne po na rezulton që çdo njeri që bën krim në Shqipëri i ka shpëtuar jetës 20 herë. Është kështu apo jo? Po mirë Orion, po ne nuk kemi zënë kararë në ligje. Po bëj ligje kot, po bëj ligje kot ose po jo ne vendrojmë, akoma ndryshojmë kushtetutën, do të thotë jemi familiarizuar se kush është ligji i mirë. Kot, ose a e kupton ti që i ngrihet Partia Socialiste, deputet atje ngrihet dhe për bëj një copë letra atje që nuk fshin dot asgjë me atë. Po ku e di ti që kupton? Po nuk e fshin se është e trashpër. Nuk e fshin dot. Po të them është kot. Është budallëqe. Për shembull, budallëqe, ata që kanë monopol, deri dje po i ndalonin monopatina, tani thotë, e ke të ndaluar të flasësh në telefon. Po ti të si po i spëlje fare të i tjella. E kupton që... parkimi dysh, është arru fare. Parkimi tresh. U arru fare. Parkimi dysh. Ta kam fjallën të kjo. Ta kam fjallën që ne kemi njerëz realisht janë potencialisht kriminal dhe ata që punojnë në shtet. Po këtë po them. Këtë ndaj këtyre personave dhe bëjnë dhe mbyllin. Kriminali janë dhe këta që bëjnë këto ligje idiote, ë? Po jo, patjetër, sepse janë për tu tallur. Se fjala analfabet më beso ka shumë kuptim, se kanë qenë të parët tanë analfabet, po u shkonin ujë në pishtë të lugës gjithë tyre. Tani është analfabetizëm funksional. Atere ishin analfabet dhe pyesin shumë të ndaluar të më shash 200. Shaj këtë duar edhe 200. Zeqinea, respekte. O Blerta, të lutem. Blerta, është revolta e shpirtit, sepse shko që do ndodhi. Unë erdha për sensibilizim e thonë drejta. Edhe thash me qënë se... E ti tani ke frikë, e marim ambulancën. Jo, jamër jo. Mos është qëtëso, problemi është tu që s'është thjesht sensibilizim. Ja pra ja sensibilizim për të zbatu ligjin që... Ja pyete Suelën sa herë kemi kaluar të këto tema në këtë studio në atë vënd. Suela i hasë për të kemi kaluar e kupton tani se do t'i vënë në pikpyetje të gjitha. Akademi, kur do t'i heqim skandalet nga rrugat, lutem, vetëm kaq. Kur do t'i heqim? Kur do i rregullojmë njerëzit e Shqipërisë, kështu do të më thonë. Kur do i rregullojmë ti bëjmë me mend. Po jo pra se jo fëmijët s'kan as i faj. Unë flas mbi 18 vjeç gjithmonë. Kur do e rregullojmë një 57 vjeçar ne që të kuptojë që është i përgjegjshëm për veten e vet. Sa han vetë edhe kjo dhe nuk i ka shok gjithë policët e rrugës. Isha para 2 javësh. A e ke pa vetëm një fjali kam me njerëz shkencore. Kaloja rrugën për të shkuar tek kulla ku zhvillohej konferenca. Kaloi një shoferar pik plumi dhe thash edhe këtu ndodh kjo. Si është më shtypi moj. Dhe thash edhe këtu ndodh. E po ai do të tregoj thas temën. E po thash atëre unë po të garantoj. Ja, një sekond, të garantoj. Ja ku është policia, ja ku është zekthi i Athinasve. Po e them. Çdo njeri në Republikën në Tiranë, të paktën 10 herë në muaj rrezikon jetën nga këta. Nëse s'është e vërtet, kalova në rrugë më pështyni. 10 herë në muaj. Që thotë kështu, si s'vdiqa. Pse? Sepse psikopatia jonë i ka kaluar për masat e policisë, këtu psikopatia jonë duhet të vinë ekspert të huaj, vlla, të trajtojnë. Më beso këtë. Është një situatë... Ku e kese? Më beso, është një situatë, unë që shohu në rrugë. Duan shumë lekë, kështu që do normalizohet psikopatia. Puna është e uli